Atëherë kemi dy vizita njëra mbas tjetrës. Kemi vizitën e Donald Trump në Kinë dhe menjëherë mbas saj atë të Putin ku takuan me Xi Jinping. Cili është lajmi i mirë për shqiptarët, do pyesni të gjithë ju. Në fakt, nëse e shikojmë një çik më thellë, do vëmë re që vizita e Putin është e 25-ta në Kinë dhe tregon që Rusia përfundimisht u shkëput nga Europa, nga perëndimi dhe po tenton të lidhet me Kinën, duke kaluar natyrisht në pozita vasaliteti ndaj Kinës, sepse Kina është një fuqi ekonomike në rritje, ndërsa Rusia është një fuqi ekonomike e cila 90% të eksporteve i ka të bazuar te eksporti i lëndëve të para. Lajmi i mirë është që 64-65% e rusëve janë të mërzitur me luftën dhe duan një fund të luftës. Kjo natyrisht që e deklasifikon Moskën si një fuqi globale, si superfuqi, e cila ishte edhe ëndra e Putinit. Sot që flasim, rusët kanë 2 vjet që kanë ngecur në vijën e luftimit në krahinat që pretendojnë t'i kenë të tyret. Një ushtri e cila pretendoi të ishte ndër më të mirat e botës, numri 2 në botë, nuk po merr dot qytete me 40.000 me 60.000 banor dhe do ta quaj sukses të madh nëse ja del që në ofensivën verore të marrë Pokrovskin, mos gaboj. Ky deklasifikim i Rusisë e bën natyrisht zërin e saj më të dobët për sa i përket institucioneve ndërkombëtare dhe vendimmarrjes. Duke qenë meka shpirtërore e slavëve, Rusia demotivon gjithë klyshët e saj nëpër botë. Natyrisht që demotivon edhe serbët, sepse kjo bën që Rusia mos ketë më zë në kapitull, siç kishte në 1912 apo në 1945 në ndarjen e hartës së Europës, dhe se nga do shkonin shqiptarët. Ky dobësim i Moskës është natyrisht një lajm i mirë për neve, sepse më së fundi Moska do jetë një fuqi rajonale. Një fuqi rajonale e cila megjithatë nuk po ja del dot të mposht Ukrainën, një vend i cili është 4 herë më i vogël dhe nga numri i popullsisë dhe në bazë të statistikave ka qenë diku te fuqia e 22 në botë, po duhet llogarisim që nga 4.000 tanke, për shembull, që kishte vetëm një 600 i funksiononin, i ndizeshin. Dhe kur ka ngecur me Ukrainën, kjo tregon që Rusia nuk është më ajo që neve na bëri të besonim se ishte mbas ardhjes në fuqi të Putinit. Ky është një lajm i cili motivon shumë europianët për të ndihmuar më tepër Ukrainën, dhe natyrisht demotivon edhe benjaminët e Rusisë nëpër Europë. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV, kanalit Rodina Xhunga. Faleminderit.